Ministria e Punëve të Brendshme ka ngritur kallëzim penal kundër 5 personave fizik dhe 1 personi juridik në lidhje me keqpërdorimet në prokurimin publik për përzgjedhjen e kompanisë për sigurim fizik në 14 pikat e pagesës së ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore. Kallëzim penal është ngritur kundër JB 54 nga Kërçova, ER 56 nga Tetova, EL 61 nga Tetova, MB 48 nga Shkupi dhe DZ 39 nga Tetova dhe kundër 1 personi juridik nga Kërçova. Ndaj menaxherit e atëhershëm të kompanisë nga Kërçova dhe personit juridik ka filluar hetimi për veprën penale keqpërdorim i procedurës së thirrjes publike dhe një kontratës së prokurimit publik ose partneritetit publiko-privat, ndërsa 4 të tjerët, drejtori i atëhershëm i kompanisë, njëri nga nënshkruesit dhe 2 persona kompetent për kontrollin e realizimit, po zhvillohet procedurë për vepra penale që përfshin keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe falsifikim të dokumenteve zyrtare. Bëhet fjalë për një kontratë të prokurorimit publik të lidhur me datën 8 gusht 2022, me të cilën menaxheri i dyshuar i Agjencisë së Sigurimit zotohej që për 2 vite të ofrojë siguri të vazhdueshme fizike 24/7 në të 14 pikat e pagesave të ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore. Ndonëse ka qenë i detyruar sipas kontratës së nënshkruar, ai nuk i është përmbajtur detyrimit dhe për të gjithë periudhën e kontratës ka dhënë vetëm siguri fizike të pjesshme, më së shpeshti vetëm në turnin e parë, dhe i ka faturuar autoritetit kontraktor për shërbimet, sikur të jetë ofruar siguri fizike 24/7 për të gjithë periudhën e kontratës deri në zgjedhjen e saj. Edhe Prokuroria Themelore Publike njoftoi se ka iniciuar procedurë kundër personave të përfshirë në këto keqpërdorime. Sipas prokurorisë, ish-drejtori i ndërmarrjes publike ka qenë i obliguar të kujdeset për ligjshmërinë në punën dhe zbatimin e dispozitave, statutit dhe aktet e tjera, si dhe të kryej kontroll nëse ekzekutimi i marrëveshjes për furnizim publik është në përputhje me kushtet, por nuk e ka kryer atë obligim. Dy udhëheqësit e dyshuar të Departamentit të Mbledhjes dhe Kontrollit të Tarifave ishin gjithashtu përgjegjës për monitorimin dhe përmbushjen e kontratës, kontrollin e ekzekutimit të saj, miratimin e urdhrave të punës për kryerjen e shërbimit, dërgesat, monitorimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara dhe kontrollin e faturave të duhura, si dhe përgatitjen e raporteve nëse kontrata ishte zbatuar plotësisht. Kontrollet e tilla nuk i kanë kryer në tërësi edhe pse e dinin se sigurimi kryhej vetëm pjesërisht, më së shpeshti gjatë turnit të parë. Nënshkruanin kërkesat për miratim të pagesës. Nga keqpërdorimet e bëra, Bardëzi i furnizimit ka përfituar 46.9 milion denar dhe me këtë kanë dëmtuar ndërmarrjen publike. Prokurori publik ka dorëzuar propozim në gjykatën themelore penale në Shkup për caktimin e masës paraburgim për të dyshuarin e parë, ndërsa për të tjerët është propozuar masa e kujdesit.